Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka kujtuar masakrën e Rezallës, ku forcat serbe kryen një nga mizorit më të rënda gjatë luftës në vendin ton. Ajo ka thënë se masakra e Rezallës ishte një pjesë e një plani sistematik të sistemit serb për shfarosje, duke dëbuar me dhunë shqiptarët nga toka e tyre nëpërmjet përndjekjes, vrasjeve masive, dhunimeve, djegjeve dhe shkatrimit. Në 26 vjetorin e kësaj masakre, Osmani ka ritheksuar se nuk do të ndalet së kërkuari drejtësi. Edhe kryetari AK-s Ramush Haradinaj ka kujtuar masakrat në Rezallë të Drenicës, në Lovic të Gjilanit dhe në Lapqev të Malishevës. A i shkruan se rruga drejt liris ishte e gjatë dhe përgjakshme. Më 5 prill 1999, forcat serbe ekzekutuan 98 djeme burra, banor të Rezallës dhe të fshatrave përreth në Drenicë, më pas i zhdukën trupat e 24 prej viktimave, ku disa prej tyre u gjetën vite më vonë në varrezat masive në Rudnis të Rashkës në teritorin e Serbisë. Qytetarë të shumt kanë protestuar në Ulqen për të kundërshtuar shtetin për tentativën për dhënien me qira dhe privatizimin e hapësirave publike bregdetare. Protesta kishte moton Ulqini nuk është në shitje dhe është organizuar nga komuna e Ulqinit. Për të marrë më shumë informacione se si ka shkuar protesta në lidhje të drejt për drejt, kemi kolegun Besart Galica. Përshëndetje Besart, dhe si ka shkuar sot protesta në Ulqin? Televizionit publik të Kosovës jemi pikërisht në plazhin e vogël të Ulqinit, aty ku nga ora 12 deri në rreth orës 14 është protestuar, ku 100 qytetarë morën pjesë për të kundërshtuar një marrëveshje e cila është në shkallë të zi me një institucionet e bashkuara. Kjo është kundërshtuar ashpër të politike Ulqin. Është dita e verës, një zhvendosur në plazhin e vogël në qytet, ku delegat kanë qenë qytetarët për të kundërshtuar pra gjithë këtë. Me mua është kryetari i komunës së Ulqinit, zoti Jens Nimanbeku. Si vlerësoni këtë marrëveshje dhe pse po e kundërshtoni realisht? Juve dhe shikuesve të Radio Televizionit të Kosovës. Kundërshtimi ynë është një kundërshtim demokratik, për arsye se qeveria Malizi dhe kryeministri Spajić si duket përkundër gjitha obligimeve ligjore, gjitha konventave evropiane dhe rrugës evropiane, plazhi i madh që ka një Të nderuar shikues, kishim drejt për drejt gazetarin ton Besart Galica nga Ulqini dhe pam se kishim pak probleme për shkak të internetit. E nga protesta në Ulqin kthehemi pra në Prishtinë, ku grupi i qytetarëve asnjë cent më shumë po proteston në sheshin Skënderbeu kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Ata e konsiderojnë këtë protestë si një manifestim të mllefit të klasës punëtore kundër degradimit të mirëqenies së shumicës. Për të marrë më shumë informacione lidhur me protestën në lidhje të drejt për drejt, kemi gazetarën ton Arbresha Berisha. Përshëndetje Arbresha, dhe a kanë filluar qytetarët të mblidhen sot në protestë dhe cilat janë kërkesat e tyre?
Njohëm za tashmë një pjesë e qytetarëve që janë mbledhur në sheshin Skënderbej për të protestuar rreth kërkesës së zyrës së rregullatorit për energji për shtrejtim të tarifave të energjisë elektrike për 15%. Pra, protesta ka nisur pak minuta më parë, ndërsa po presim që organizatorët e saj të adresohen për media në lidhje me kërkesat e tyre që kanë. Pra, ata kanë kundërshtuar tash një kohë çdo ngritje të tarifave të energjisë elektrike, teksa po ashtu është paralajmëruar se nuk do të paguajnë nëse tarifat u vinë pak më shtrejt. Pra tash për pak minuta pritet të fillojë edhe deklarimi i organizatorëve të kësaj proteste, pra të cilët janë aktivist nga iniciativa asnjë cent më shumë, ndërsa pasi të kryejnë deklarimet të njëjtit do të marshojnë deri te Ministria e Ekonomisë. Pra për pak fillojnë deklarimet dhe po u lëjmë me to. Besnik Shabiu, aktivist. Andaj derisa të bëhen gati dhe të gjitha mediat, do të nisë edhe deklarimi i aktivistëve. A jemi gati? Mirë atëherë, okay. Apo shkojmë? Mirë atëherë dashur qytetarë, nderuara media, sot është një ditë e madhe për Republikën e Kosovës, sot është një ditë kur qytetaria aktive po e kalon testin e saj, qytetarët e cilët janë mbledhur sot në sheshin Skënderbej, por edhe gjithë ata të cilët po na përcjellin prej shtëpiave të tyre, me të vërtet po tregojnë që kur është në pyetje interesi kolektiv, ne dim të bëhemi bashk dhe dim ta ngrisim zërin për të mirën e përbashkët. Kërkesa e grupit ka qenë prej fillimit shumë e qartë dhe kësaj kërkese ju kanë bashku masovikisht sot qytetarët e kësaj republike, sepse asnjë cent më shumë nuk e meritojnë qytetarët e Republikës Kosovës që të paguajnë taksa tjera. Përveç shërtimit të rrymës, ne jemi dëshmitar që tashmë është lajmëruar edhe një valë e re e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore dhe produkteve të shërbimit. Andaj, në periudhën në të cilën ne po jetojmë, duke pas parasysh që jemi populli më i varfër në Evropë, populli i cili është i zhytur në kredi dhe borxhe, nuk e meriton absolutisht nga asnjë institucion, nga asnjë qeveri që të vështirësohet edhe më tepër jeta. Kërkesa jonë ndaj ZRE-s dhe ndaj Ministrisë së Ekonomisë dhe gjithë aktorëve tjerë është shumë konkrete dhe e qartë. Të pezullohet vendimi i shtrejtimit për 15% siç është paralajmëruar i energjisë elektrike, të rihapët një diskutim i gjerë në të cilin edhe ne do të bashkëpunojmë, edhe ekspertët e grupit të cilët janë bashku krejt vullnetarisht do të bashkëpunojmë, të bëhet një plan i qartë, afatgjatë, një strategji e cila do ta nxjerrë Kosovën një herë për gjithmonë prej problemit energjetik. Deri atëherë, deri ditën e premte, kur do të jetë data 11 prill, dita kur pritet që ZRE të merr vendimin, ne presim që institucionet relevante të reflektojnë dhe dalin para qytetarëve të heqin dorë nga kjo poshtërsi. Nëse nuk ndodh kjo, do të jemi detyruar që të ngrisim zonin, sot jemi mira, do të bëhemi edhe mira sosh, ndoshta edhe qindra mira dhe nuk do të lejojmë në asnjë formë që jeta e qytetarëve të Republikës Kosovës të vështirësohet. Andaj, po bëj thirrje edhe një herë nga ky vend, ZRE-s, Ministrisë së Ekonomisë, gjithë aktorëve relevant, heqni dorë nga kjo ide e shtrejtimit të rrymës elektrike, sepse do të përballeni me atë që qytetarët din ta bëjnë më së miri, me protesta masovike. Po vërtasim bashkarisht. Të nderuar shikues, ishim drejt për drejt me deklaratat nga protesta që po mbahet në këto momente në Prishtinë kundër shtrejtimit të energjisë elektrike.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka njoftuar se ka kryer kontrolle të rregullta në të gjitha ngarkesat e importuara me mish dhe produkte mishi pule me origjinë nga Brazili. Sipas të dhënave, të gjitha ngarkesat janë në përputhje me rregullat ligjore dhe nuk janë gjetur probleme gjatë inspektimeve. Këto kontrolle janë bërë pas publikimit të incidentit me mishin e dyshuar nga Brazili në Shqipëri. Zëdhënësi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, Lamir Thaçi, deklaroi për të kënd se janë ndërmarrë veprime shtesë pas skandalit në Shqipëri, mes tjerash edhe ndalimi i ngarkesave. Ai tutje njofton se nuk ka pasur asnjë ankesë nga konsumatorët në lidhje me mundësinë e helmimit nga mishi i pulës dhe se nuk janë raportuar raste të shfaqjes së shenjave të helmimit nga ushqimi. Shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës ka njoftuar se produkti medicinal, i cili përdoret për qëllime diagnostike në imazheri, është konfirmuar si i sigurt dhe përdoret dhe është i hequr masa e pezullimit. Në njoftim thuhet se vendimi është marrë bazuar në rezultatet përfundimtare të analizave laboratorike të kryera nga një laborator dhe për kontroll dhe cilësi jashtë vendit, si dhe në raportin e dërguar nga Departamenti i Farmakovigilencës në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale. Gjithashtu thuhet se Inspektorati Farmaceutik ka konstatuar se produkti plotëson standardet e sigurisë dhe cilësisë për përdorim mjekësor. Vazhdojmë me lajme të tjera. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se brenda 24 orëve ka shqiptuar mbi 2000 gjoba në trafik. Sipas raportit të policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar disa aksidente në trafikun rrugor, 14 me lëndime dhe 26 me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe, policia njofton se janë arrestuar 16 persona për vepra të ndryshme penale, 9 të tjerë janë dërguar në mbajtje. E-posta e Kosovës ka nisur shpërndarjen e gjobave digjitale për shkeljet e trafikut, një iniciativë që synon rritjen e sigurisë dhe përgjegjësisë në rrugë. Sipas njoftimit për media, ky hap modernizues e bën procesin më të shpejtë dhe më të thjeshtë për qytetarët, duke siguruar një menaxhim efikas të detyrimeve të tyre. Gjobat do dërgohen drejt për drejt në adresat e qytetarëve, duke ofruar mundësi më të përshtatshme dhe më të thjeshtë për të realizuar pagesa, thuhet në njoftimin e postës. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përfunduar javën e tyre më të keqe që nga viti 2020, pasi tarifat gjithëpërfshirëse të Donald Trumpit vazhdojnë të shkaktojnë trazira në tregjet globale. Të tre indeksit kryesore në Wall Street ranë më shumë se 5%, ndërkohë Trump ka këmbgulur sërish se taksat për mallrat që hyjnë në SBA do të supertaksojnë ekonominë amerikane. Disa nga tarifat tani kanë hyrë në fuqi me një tarif bazë prej 10% që godet mallrat nga Mbretëria e Bashkuar dhe shumë vende të tjera. Natën e kaluar, Trump hyri në platformën e tij Truth Social për të theksuar vendimin e tij për të vendosur tarifa gjithëpërfshirëse para se ato të hyjnë në fuqi. Bizneset e mëdha nuk shqetësohen për tarifat, sepse ata e dinë që janë këtu për të qëndruar, por janë të përqendruar në marrëveshjen e madhe, e cila do ta fuqizojë ekonominë tonë, shumë e rëndësishme, po vazhdon tani, ka thënë Trump. Tarifat gjithëpërfshirëse të Trump nuk po godasin vetëm ekonomitë të mëdha si Britania e Madhe dhe Kanadaja, por edhe ato më të vogla po e ndjejnë këtë, duke përfshirë ishujt Falkland. Më pak se 3700 njerëz jetojnë në arkipelagun e largët të Atlantikut të Jugut, të cilët tani po përgatiten për ndikimin e tarifave prej 42%. Janet Robertson, menaxhere e përgjithshme e Consolidated Fishing Limited, ka thënë për BBC se SBA është një treg kyç për eksportet e peshkut, derisa ka shtuar se peshkimi është industria më e rëndësishme në Falklands. E ndërsa kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer po mendon se si ti përgjigjet tarifave të Trump, turmat po mblidhen në gjithë SBA-n për të protestuar. Protestat janë planifikuar sot në 50 shtete dhe në Washington DC, ndërsa njerëzit po mblidhen kundër presidentit Donald Trump dhe politikave të tij. Ka pasur protesta të rregullta që kur ai mori detyrën, por organizatorët thonë se presin që sot të jetë dita e vetme më e madhe e protestave që kur Trump filloi mandatin e tij të dytë.
10 mijëra Amerikan pritet të marrin pjesë në protesta në gjithë SHBA-t, derisa protesta janë planifikuar edhe në Londër dhe qytete të tjera kanadeze dhe evropiane. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.